Hetimi i dosjes së Bankers dhe 14 të dyshuarve për përfshirje në aferë i ka kaluar SPAK-ut, pasi prokuroria e Fierit ka shpallur mos kompetencë. Mësohet se gjatë hetimeve kanë dalë të implikuar zyrtarë të lartë të shtetit që janë subjekti SPAK, ndaj nuk mund të hetohen nga një prokuror i zakonshëm. Në fokus të hetimeve është dëmi ekonomik i shkaktuar shtetit për gjatë 20 viteve nga shfrytëzimi i pasurisë nëntoksore në Patos Marines. Në vendimin e shpalljes së moskompetencës që ja kalon SPAK, thuhet se mënyra se si u shitën afro 532 miliard lek naft përmes shkeljeve dhe duke mos raportuar fitimin, është përtej fuqisë së prokurorëve lokal. Prokuroria e Fierit kishte paraqitur si prova në gjykat bilancet ekonomike të viteve të fundit të Bankers Petroleum, ku sipas organit të akuzës, shtetit shqiptar i është shkaktuar një dëm në formën e mosshlyerjes së detyrimeve tatimore prej 110 milion lekësh të reja. Prokuroria e Fierit nisi aksionin në Bankers më 3 korrik, ku vendosën 14 masa sigurie me styre në prangaran CEO aktual Hongping Ziao dhe ish drejtuesi i Bankers Leonida Çobo. Kompania vazhdon të mohojë akuzat, ndërsa tani më hetimi i çështjes do të jetë në dorën e SPAK-ut.